Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Sot do t'ju tregoj një histori true crime, dhe si çdo histori tjetër që do të gjeni në këtë kanal, është e bazuar në fakte reale. Bashk do të zbuloj misteri dhe ngjarje që shpesh mbeten të panjohura. Nëse edhe ju jeni të pasionuar pas këtë lloji historish, më ndiqni dhe aktivizoni kampanën për mos të humbur asnjë video. Sot do të flasim për një nga rastet më tronditëse në historinë e true crime, rasti i tmerrshëm i Junko Furuta. Para se të fillojmë, dua të bëj një paralajmërim të rëndësishëm. Si fan se true crime, kam dëgjuar dhe lexuar shumë, por ky, padyshim, është një nga rastet më çnjerëzore dhe brutale që janë dokumentuar ndonjëherë. Një krim që tronditi jo vetëm Japoninë, por gjithë botën. Në këtë video do të përmendëm përjetime ekstreme të dhunës dhe abuzimit. Torturat që Junko ka përjetuar janë përtej çdo imagjinate. Nëse ndjeheni të ndjeshëm ndaj këtyre temave, ju këshilloj të mos e ndiqni këtë video dhe shihemi në videon e radhës. Pas këtij paralajmërimi, le të fillojmë. Junko Furuta lindi në Misato, në prefekturën e Satimas, në Japoni, me 18 janar 1971. Në vitin 1988, vitin ku ndodhi ngjarja, ajo ishte 17 vjeç. Një vajzë e thjeshtë, e qetë dhe sipas të gjithëve, një vajzë e shkëlqyer. Jetonte me prindrit dhe dy vëllezërit e saj. Ajo frekuentonte gjimnazin dhe ishte një nxënëse model. Kalonte shumicën e kohës duke studiuar. Megjithëse ishte shumë angazhuar me shkollën, Junko kishte edhe një punë part-time. Ishte vajza perfekte që çdo prind do të dëshironte të kishte. Shumë e sjellshme, me nota të larta, e pëlqyer nga të gjithë dhe jashtëzakonisht e pjekur për moshën e saj. Junko ishte një vajzë e zgjuar me një të ardhme premtuese përpara. Përveç se ishte e zgjuar dhe e sjellshme, Junko ishte edhe një vajzë shumë e bukur dhe shpesh tërhiqte vëmendjen e djemve në shkollë. Njëri prej tyre ishte Hiroshi Miyano, një 18 vjeçar që ndishte të njëjtën shkollë. Por ndryshe nga Junko, Hiroshi nuk kishte një reputacion të mirë. Thuhet se madje dhe vetë prindrit e tij kishin frikë nga ai, për shkak të sjelljes së tij agresive dhe të pakontrolluara. Hiroshi u tregonte shokëve të shkollës se ishte pjesë e Yakuzës, mafie e famshme dhe e rrezikshme japoneze. Por ndoshta këtë e bënte vetëm për të trembur të tjerët, për të fituar respektin e tyre. Hiroshi u fiksua pas Junkos dhe vendosi t'i shprehte ndjenjat e tij, por ajo e refuzoi me shumë edukat dhe qetësi. Por për Hiroshin ishte një goditje nga ego së tij. Nuk kishte mësuar të dëgjonte jo, nuk e pranonte, u ndjej poshtëruar. Dhe Junko nuk e dinte se ajo përgjigje e pafajshme do ta çonte drejt një makthi. Me 25 nëntor 1988, gjithçka filloi si një ditë e zakonshme. Junko kishte përfunduar turnin në punë dhe si çdo mbrëmje ishte nisur për në shtëpi me biçikletë. Po ndiqte të njëjtën rrugë që bënte çdo ditë, derisa rreth orës 20:30 ndodhi diçka e papritur. Një djalë i doli përpara dhe rrëzoi nga biçikleta, më pas iku menjëherë pa thënë asgjë. Junko u ngrit, mori biçikletën dhe shqetësuar filloi të shikonte përreth. Në atë moment u shfaq Hiroshi Miyano, djali që ajo kishte refuzuar pak kohë më parë. Ai u ofrua ta ndihmonte dhe ta shoqëronte deri në shtëpi. Junko pranoi. Hiroshi u duk si një ndim në atë moment. Sapo ishte rrëzuar nga biçikleta, dikush e kishte trembur dhe ishte larguar. Ishte vetëm, ishte natë dhe gjithçka ndodhi shumë shpejt. Ndoshta nuk ndjeu se kishte zgjedhje tjetër, ndoshta prania e dikujt që njihte, qoftë edhe nga larg, i dukej më e sigurt se sa të ishte vetëm në rrugë. Por Junko nuk e kishte as iden që pas gjithë atij skenari fshihej pikërisht Hiroshi. Ishte ai që kishte organizuar gjithçka. I kishte kërkuar mikut të tij, Shinji Minato, ta rrëzonte nga biçikleta, që më pas të shfaqej vetë ai si shpëtimtari në thonjza, duke ofruar ndihmë dhe duke fituar besimin e saj. Gjatë rrugës për në shtëpi, Hiroshi fillon të devijojë, duke ndjekur rrugë gjithnjë më të larga nga vendbanimi i Junkos. Gjen justifikime, pretekste dhe ajo pa e kuptuar e ndjek, derisa mbërrin në një magazin të braktisur. Aty nga ajo natë nis hakmarrja e Hiroshit, një hakmarrje sëmur për një jo që nuk mundi ta pranoi, për atë ndjesi poshtrimi që ndjeu nga refuzimi i Junkos. Sapo hyn në atë magazin, Hiroshi filloi të ushtronte dhunë dhe të abuzoi ndaj saj. Dhe ky ishte vetëm fillimi një makthi që Junko nuk mund ta kishte imagjinuar kurrë. Më pas e kërcënoi duke i thënë se nëse do të guxonte ndonjëherë të rebelohej, do të vriste gjithë familjen e saj. Dhe i kujtoi se ai ishte pjesë e Yakuzës, mafie e famshme japoneze. Në atë moment, Junko ishte tmerruar. Vendosi të bindej, të mos kundërshtonte, me shpresën se ai do ta linte të lirë. Por ajo nuk e dinte se ky ishte vetëm fillimi i këtij makthi. Më pas Hiroshi e çon Junko në një hotel. Aty abuzimet vazhdojnë për orë të tëra. Më pas, ai bën një telefonat miqve të tij dhe u tregon se çfarë kishte bërë. Shokët e tij nuk përmbahen nga entuziazmi dhe i thonë se edhe ato duan të argëtohen me Junkon. Hiroshi pranon, e çon Junkon në një park, ku ata po e prisnin, dhe mund të imagjinojmë se çfarë i bën asaj vajze të pafajshme. Junko ishte e lodhur, nuk kishte më forca për të mbrojtur.
Ishte rrethuar nga 4 monstra që papozonin në mënyrë brutale. Miqtë e Hiroshit ishin Joe Gura, Yasushi Watanabe dhe Shinji Minato, pikërisht ai djali që e kishte rrëzuar Junkon nga biçikleta. Për këtë djem, kjo nuk ishte herë e parë që ushtronin dhunë. Më herët ata kishin rrëmbyer dhe abuzuar një vajzë tjetër, të cilën fatmirësisht më pas se kishin lënë të lirë. Ajo vajzë nuk ishte denoncuar ngjarjen, ndoshta për shkak të frikës nga kërcënimet që kishte marrë, por me Junkon gjërat do të ishin shumë ndryshe. Ata nuk e lanë të lirë pas asaj nate. Ata e mbajtën për 44 ditë. 44 ditë maksi dhe dhune, që nuk do të mund të harrohen kurrë. Ndoshta po pyesni veten, po prindrit e Junkos. Mbrëmjen e asaj dite, kur ata panë që vajza nuk po kthehej në shtëpi, ata menjëherë telefonuan policin për të denoncuar zhdukjen. Ata e njihnin mirë Junkon dhe e dinin që ajo nuk mund të largojë kurrë pa e njoftuar. Por 4 djemt e detyrojnë Junkon të telefonojë prindrit e saj. Ata e kërcënojnë dhe e detyrojnë të thotë se kishte ikur me disa shoqe dhe nuk do të kthehej më kurrë në shtëpi, dhe u thotë se duhet të ndalonin kërkimet menjëherë. Dhe gjëja më e tmerrshme që më lë pa fjalë është se kjo farsë funksionoi. Si mundën ata prindër të besonin në gjithçka që Junko tha? Si mund të besonin që ajo papritmas kishte vendosur të largohej pas një arsye? Si nuk kishin asnjë dyshim në tingullin e zërit të saj që diçka nuk shkonte? Dhe po, pas asaj telefonate, askush nuk do të kërkoj më kurrë Junko Furutën. Për 4 djemt nuk ishte mjaftueshme ngjarja e parkut, prandaj vendosin ta çojnë në shtëpinë e njërit prej tyre, Shinji Minatos, i cili jetonte me prindrit e tij. Atyre u thonë se Junko është e dashura e tij dhe do të qëndrojë aty për disa ditë. Një gjë që unë nuk e kam kuptuar kurrë është si është e mundur që pas gjithçkaje që do të ndodhë gjatë 44 ditëve të ardhshme, prindrit e Shinjit nuk u interesuan kurrë për atë vajzë, nuk bën asnjë pyetje dhe nuk morën asnjë mas. Ndoshta kishin frikë nga djali i tyre, që thonte që ishte pjesë e Yakuzës. Që nga ky moment historia kthehet në një mangth edhe më të errët. Tortura që Junko Furuta do të përjetojnë në atë shtëpi të mallkuar, kalojnë çdo imagjinat. Janë akte të një brutaliteti të pamëshirshëm çnjerëzor. Dhunë, abuzime, poshtrime. Junko do të detyrohet të përballojë ato pa ndërprerje, çdo orë të ditës dhe të natës, pas një pushim, pas një mëshirë. Junko rrihet dhe abuzohet shumë herë gjatë ditës, çdo ditë. Pika më e egër dhe çnjerëzore e këtij mangthi janë dhunimet e përsëritura dhe sistematike. Junko nuk abuzohet vetëm nga ata që e kishin rrëmbyer, por edhe nga persona të panjohur të çdo moshe që hynin në atë shtëpi vetëm për të përfituar nga ajo, një vajzë 17 vjeçare e braktisur dhe pa mbrojtje. Të gjithë e dinin, por askush nuk bëri asgjë. Thuhet se në fund të 44 ditëve Junko kishte përjetuar abuzime të përsëritura deri në 500 herë dhe rreth 100 burra kishin abuzuar me të gjatë kësaj kohe. Dhe para se të vazhdoj, dua të paralajmëroj se tani do të hyj në detaje më të thella të dhunës që Junko përjetoi. Djemt përdorin shkopin hekuri, duart e tyre dhe objekte tjera për ta goditur pas një mëshirë. Në një rast ata e varin me kokë poshtë dhe e godasin si me që një objekt, jo më një njeri. Sikur mos mjaftonte gjithë kjo, ajo që vjen më pas është edhe më e tmerrshme. Djemt fillojnë të shkaktojnë tortura nga më çnjerëzoret. Nëse jeni veçantërisht të ndjeshëm, ju ftoj ta anashkaloni këtë pjesë. Ajo që do të dëgjoni tani është jashtëzakonisht shqetësuese. Junko si futën në organe gjinitale objekte të ndryshme, si shufra metali, shishe, gërshër, shkopinj dhe madje shkrepse të ndezura. Ato i futën edhe fishek zjarre në organe gjinitale dhe i ndezën, duke i shkaktuar djegje jashtëzakonisht të rënda. E detyronin të pinte disa cigare një herësh për t'ia fikur më pas mbi trup, më së shumti te këmbët, madje edhe në zonat intime, duke i shkaktuar djegje dhe plag që me kalimin e kohës u infektuan. Ata gjithashtu i derdhin dyllin e qërimve mbi trupin e saj, madje edhe mbi shqepallat e syve. E detyronin të rinte gjatë gjithë kohës së zhveshur për ta poshtëruar. E detyronin të kërcente për ta dhe shpesh urinonin mbi të. Natën e detyronin të flinte nudo, jashtë, në balkon, në të ftohtin e dimrit, rrallëherë i jepnin ushqim apo ujë, e detyronin të hante bubureca të gjallë dhe të pinte urinën e saj. Në fillim e lejonin të shkonte në banjo, por pas disa ditësh e detyruan të kryente nevojat në të njëjtën dhomë ku ishte burgosur. Junko ishte e lodhur, e uritur, pa fuqi dhe me plagë të infektuara në të gjithë trupin. I hidhnin benzin mbi këmbët dhe i vinin flakën. Nëse ekziston një ferr mbi këtë botë, Junko ka ecur nëpër të. Ndoshta nuk ka një dënim më mizor, më të padrejtë, më rënqethës, sa ai që ajo u detyrua të përballojë. Pas 2 javësh tortura, organet e brendshme të Junkos ishin pothuajse tërësisht të shkatruara.
Trupi i saj ishte në gjendje të mjerueshme, nuk mund të hante, nuk mund të pinte më asgjë, e vetmja gjë që e mbante gjallë ishte pak qumësht. Gjunko tashmë kishte humbur edhe kontrollin mbi fshikësën dhe zorrët, duke u bërë e papërmbajtshme. Këto aksidente shkaktonin te djeng, ose më mirë te këta përbindësha, një zëmrim të tërbuar dhe e rrihnin edhe më shumë. Kishin kaluar 2 javë pas rrëmbimit dhe ishin 10 burra që kishin hyrë dal nga shtëpia e Shinxhit. Njëri prej tyre, i quajtur Koichi Ihara, kishte filluar të ndjehej në faj dhe vendosi t'i tregonte gjithçka vëllait të tij, i cili kontaktoi menjëherë policinë. 2 policë shkuan në shtëpinë e Shinji Minatos, në derë u përgjigjën prindrit e tij. Policët e pyetën nëse në shtëpi ndodhe një vajzë që po mbahej mbyllur dhe po torturohej, por prindrit gënjyen, thanë se nuk ishte asnjë në atë shtëpi. Madje u thanë, nëse doni mund të hyni brenda dhe të kontrolloni. Por policët nuk pranuan të hyjnë. Besuan fjalët e tyre duke menduar pse do të gënjenin 2 prindër, aq më tepër që kishin ftuar edhe vetë të hynin brenda, dhe kështu u larguan. Ajo që më mërzit shumë është pse policët nuk hyn brenda. Nëse atë ditë ata do të kishin hyrë në shtëpi, do ta kishin gjetur Gjunkon dhe do ta kishin shpëtuar, dhe gjithçka do të kishte qenë ndryshe. Ky nuk ishte i vetmi rast ku Gjunko mund të shpëtohej. Një natë, pasi të gjithë kishin abuzuar me të dhe kishin pirë një sasi të madhe alkooli, i kishte zënë gjumi. Gjunko, edhe pse pa fuqi, u ngrit dhe arriti të marrë telefonin. Telefonoi policinë, të cilët u përgjigjën, por nuk arriti të thonte asgjë, njëri nga djemtë e pa. Si ndëshkim, i dogjën këmbët. Pak çaste më vonë, policia telefonoi sërish atë numër, por u përgjigj njëri nga djemtë, i cili tha që ishte thjesht një keqkuptim, dhe policia i besoi. As nuk u shqetësuan të bënte një kontroll për të parë nëse diçka po ndodhte realisht. Në këtë pikë të historisë, gjëja më e dhimbshme është se në një moment Gjunko nuk kërkonte më ndihmë, nuk lutej më për të shpëtuar, lutej vetëm të vdiste. Nuk mendonte më asgjë tjetër, nuk shpresonte më, donte vetëm që ato vuajtje të mbaronin. Kishte kaluar tani më plot 1 muaj nga rrëmbimi, dhe Gjunko nuk shihte më mirë. Filloi të humbas dëgjimin, nuk mund të ecste më, duart nuk i përdorte dot, nga frakturat e shumta që kishte. Trupi i saj ishte drejt kolapsit. Gjithashtu filluan edhe krizat epileptike. Në atë pikë, fytyra dhe trupi i Gjunkos ishin aq të dëmtuar saqë nuk njihej më. Djegjet, plagët, ëndjet kishin fshirë çdo gjurmë të vajzës që dikur kishte qenë. Prej më shumë se 1 muaji nuk e lejonin as të lahej. Era që vinte nga trupi i Gjunkos ishte padurueshme dhe tashmë ato monstra nuk ndjenin më asnjë tërheqje ndaj saj. Si pasojë, vendosin të rrëmbejnë dhe të abuzojnë një vajzë tjetër, një 19 vjeçare, të cilën për fat e lënë të lirë menjëherë pas. Pastaj kthehen te Gjunko dhe vazhdojnë sërish me dhunën. Arrim kështu në ditën e 44. Njëri nga djemt vendos të luaj me të, duke sfiduar në mahjong, një lojë tavoline kineze shumë e përhapur edhe në Japoni. Gjunko detyrohet të luaj dhe pavarësisht dobësisë ekstreme, dhimbjeve të tmeshme dhe faktit që ishte në prag të vdekjes, ajo arrin të fitojë. Ky fakt i tërbon, të mundeshin nga një vajzë në atë gjendje i bëri të ndiheshin të poshtëruar, budallënj, dhe për këtë e ndëshkuan. E godasin brutalisht, i derdhin dyll të nxehtë mbi qopallat dhe i vën flakën. Ajo pëson një krizë epileptike të fortë, por ata nuk ndalen. Raja brutale zgjat për më shumë se 2 orë, e rrahin deri në momentin që trupi i saj nuk reagon më. Gjunko nuk jep më asnjë shenjë jete, nuk merr më frym. Gjunko Furuta vdiq me 5 janar 1989, pas 44 ditësh torturash. Pas vdekjes së Gjunkos, djem kuptojnë realitetin e tmerrshëm, se ka një kufom në shtëpi, duhet të vepronin shpejt. Hiroshi Miyano, le të themi kryetari i bandës, merr iniciativën për të zhdukur trupin dhe çdo gjurmë të krimit. Fusin trupin e saj në një çantë të mbështjellë me batanie. Futin çantën në makinë dhe udhtojnë drejt një zone industriale të braktisur. Aty gjen një fuqi metalike prej 210 litrash ku vendosin trupin e Gjunkos. Më pas mbushin fuqinë me beton të freskët, me shpresën se ajo nuk do të gjendet më kurrë. Më pas transportojnë fuqinë në një zonë të quajtur Koto, në Tokyo, dhe e lënë aty. Por si u zbuluan të gjitha torturat që kishte pësuar Gjunko kur trupi i saj ishte tashmë i groposur në beton, madje as prindrit nuk kërkonin më. Pasi Gjunko kishte qenë e detyruar t'i merrte në telefon, duke u thënë se nuk donte të kthehej më në shtëpi. E mbani mend vajzën tjetër, 19 vjeçaren që u abuzua pasi djemt kishin humbur interesin për Gjunkon? Ajo nuk heshti, ajo shkoi në polici dhe i denoncoi. Fal saj, me 23 janar 1989, vetëm 3 javë pas vdekjes të Gjunkos, Hiroshi Miyano dhe Joe Gura u arrestuan për sulmin ndaj kësaj vajze. Gjatë marrjes në pyetje, sjellja e Hiroshit dhe Joes u duk me njëherë e dyshimt. Të dy nuk e kishin të qartë pse ishin arrestuar saktësisht, por nisën të dyshonin se policia mund të ishte aty për rastin e Gjunko Furutës.
Në atë periudhë, policia po hetonte një vrasje të dy fishë që kishte ndodhur në të njëjtën zonë dhe dyshonin se Hiroshi dhe Joe mund të ishin të përfshirë. Por ata, duke pasur ndërgjegje një të pastër, menduan se policia po i pyeste për vrasjen e Junkos. U krya kështu një keqkuptim i madh dhe pikërisht fal këtij keqkuptimi që u zbulua gjithçka. Policia i hetonte për një rast krejt tjetër, por ata besonin se ishin zbuluar për Junkon. Nga frika se vërteta kishte dalë në dritë, Hiroshi Miyano rrëfen gjithçka. Tregon për ditët e torturës, për abuzimet, për vdekjen e saj dhe për mënyrën se si u zhduk trupi. Ishte pikërisht ky rrëfim që çoi në zbulimin e një prej krimeve më të tmerrshme në historinë e Japonisë. Oficerët mbetën të shokuar nga rrëfimi i Hiroshit, nuk e dinin për çfarë po fliste dhe nuk e kishin dëgjuar kurrë më parë emrin e Junko Furutos. Pas deklaratave të tij, policia gjeti trupin të fshehur brenda fuqisë, por trupi ishte aq i dëmtuar sa identifikimi ishte jashtëzakonisht i vështirë. Pas zbulimit të së vërtetës, të gjithë djemtë e përfshirë në krim u arrestuan dhe u vunë përballë drejtësisë. Në Japoni nuk ishte parë kurrë më parë një krim kaq i egër. Antarët e grupit ishin të mitur, prandaj ligji japonez kërkonte që identiteti i tyre të mbetej anonim. Përjashtim bënte vetëm Hiroshi Miyano, i cili në atë kohë kishte mbushur 18 vjeç. Pavarësisht anonimatit, disa gazetarë arritën të zbulojnë emrat e tyre dhe i publikuan në të gjitha gazetat. Sipas tyre, kush ishte i aftë të kryente një mizori të tillë, nuk e meritonte privilegjin e anonimatit. Të katër djemtë u deklaruan fajtor, por jo për vrasje. Tani dëgjoni me vëmendje sepse kjo pjesë është paksa e ndërlikuar për t'u shpjeguar. Djemtë pranuan vetëm akuzën për shkaktim të dëmtimeve të rënda që çuan në vdekje. Sipas tyre nuk kishin qëllim ta vrisnin Junkon, por vetëm ta dhunonin dhe ta rrihnin. Ata pretenduan se ajo vdiq nga plagët, jo sepse kishin ndërmend ta vrisnin. Ligjërisht kjo quhet shkaktim vdekje pa dashje. Dhe për fat të keq në ligjin japonez kjo është krejt ndryshe nga vrasja me paramendim, por kjo logjik nuk qëndron. Nuk ka rëndësi çfarë thua se kishe ndërmend. Nëse torturon një njeri për 44 ditë me radhë dhe ai person vdes nga ato tortura, atëherë kjo është vrasje në çdo kuptim të fjalës. Dënimet që do të jepen nuk do të sjellin drejtësi. Përkundrazi, do t'ju zemrojnë shumë. Në qershor të vitit 1990, Hiroshi, i vetmi madhor i grupit, u dënua me 17 vite burg. Por ai nuk ishte i kënaqur me vendimin dhe kërkoi rishikimin të çështjes, duke pretenduar se dënimi ishte shumë i ashpër. Për ndodhje e kundërta, gjyqtarët e rritën dënimin nga 17 në 20 vite burg. Sipas mendimit tim, edhe 20 vite janë shumë pak. Dhe imagjinoni, ky ishte dënimi më i lartë nga të gjithë. Sot Hiroshi Miyano është një njeri i lirë, u lirua në vitin 2009 dhe ndryshoi emrin e tij. Joe Gura u dënua vetëm me 8 vite burg dhe u lirua në vitin 1999. Edhe ai ndryshoi emrin e tij, edhe ai sot është i lirë. Yasushi Watanabe u dënua me vetëm 7 vite burg. Shinji Minato u dënua fillimisht me 4 deri në 6 vite burg, ashtu si miku i tij Hiroshi, edhe ai kërkoi uljen e dënimit, por rezultati ishte i kundërt. Dënimi u rrit nga 5 deri në 9 vite burg. Dhe po, ishte brenda mureve të shtëpisë së tij, ku kishte ndodhur gjithë ai tmerr. Dhe ajo që është e pabesueshme për mua, është fakti që prindërit e Shinji Minatos nuk patën kurrë asnjë pasojë, asnjë akuzë dhe asnjë ndëshkim. E gjithë ajo që ndodhi, 44 ditë torturë, britma dhe abuzime, ndodhi nën çatin e tyre dhe ata nuk mbajtën përgjegjësi për asgjë. Varimi Junko Furutos u mbajt me 2 prill 1989 dhe unë dua ta mbyll këtë video me fjalët prekse që një nga shoqet e Junkos shkruajti në kujtim të saj. Mirë se u ktheve Junchan, nuk do ta kishe imagjinuar kurrë që do të shihja sërish në këtë mënyrë. Duhet të kesh duruar aq shumë dhimbje, por dije se për festivalin e shkollës bëm gjithçka dhe pallton që të kishim bërë për atë ditë do të shkonte shumë. Nuk do të harrojmë kurrë. Dëgjova që drejtori ta dorëzoi diplomën, kështu që tani edhe ti u diplomove bashkë me ne. Tani nuk ka më dhimbje Junchan, nuk ka më vuajtje. Të lutem, pusho në paqe. Këto ishin të gjitha informacionet që kisha. Ka qenë vërtet e vështirë për mua të tregoj këtë rast, por Junko meriton të kujtohet dhe askush nuk duhet të harrojë se çfarë ndodhi me të. Më tregoni më poshtë në komente nëse njihni këtë rast dhe çfarë mendoni për të. Unë ju falenderoj që kaluat kohën tuaj me mua. Nëse ju pëlqej kjo video, ju lutem bëni like dhe subscribe në kanalin tim. Ne shihemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë ju uroj gjithë të mirat dhe mirupafshim.